E para është ofrimi apo thjeshtimi i mënyrës të jetuarit, që do të thotë kjo është ajo që i ofron konsumatorit fondor. Një jetë më të thjeshtë duke të mundësuar çdo gjë që ndodhet brenda qytetit në 30 minuta ta kesh në dorë. Kjo është gjë e parë. E dyta është mundësia që i jep bizneseve lokale për të rritur. Që do të thotë çdo biznes tashmë mund të rrisi volumet e shitjeve dhe numrin e klientëve duke shitur online nëpërmjet platformës dhe ka mundësinë që të përdori platformën në interes të vet, sepse nuk ka asnjë kosto për të bërë pjesë e platformës dhe mundet që të përdori të gjitha features që të ofron platforma për ndërtimin e biznesit vet online. Praktikisht është një e-commerce që të ofrohet pa kosto, shtesë për të bërë pjesë dhe praktikisht biznesi tarifohet për volumin e shitjeve që është, po themi, një marrëveshje partneriteti midis palëve. Dhe e fundit është pjesa e punësimit. Sa më shumë këto platforma rriten, aq më shumë punësim krijohet